Inspirohet Blerina, motra e gjestit, teksa artisti është më afër se kurrë rikthimit të shumëpritur në muzikë. Prej kohësh Blerina zgjodhi të tërhiqej plotësisht nga zhurma e rrjeteve sociale. Ajo kishte nevojë për qetësi larg syrit të publikut dhe i vetmi vend ku ajo mban kontakt me ndjekësit është Snapchati. Pikërisht aty ajo mund momente të ngrohta me personin e zemrës që e kanë ndihmuar të rigjejë buzëqeshjen. Por si u zbulua lajmi, fejesa u konfirmua fal vet fansave të gjestit. Ata i kishin dërguar një buqet me lule dhe një letër me urime për fejesën, të cilën Blerina e publikoi. Donë se tashmë nuk e fsheu nazën, ajo ka zgjedhur me të drejtë ta mbajë partnerin më privat, meqense nuk dihet më shumë për identitetin e tij apo historinë e tyre të njohjes dhe dashurisë. Ndërsa e motra rigjen veten, vetë gjesti ka gjetur forcën për një projekt të jashtëzakonshëm. Një imazh enigmatik i një dele e roz, ku etiketohet ai dhe DJ Gimpo ka paralajmëruar diçka të madhe. Bëhet e ditur se artisti po punon intensivisht për të publikuar plot 5 këngë të reja. Ky projekt pritet të jetë një rikthim mjaft i fuqishëm i gjestit. A jeni gati ju për këtë epokë të re? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.